ndjej keqari për këta minuta që i hupëm këtë, që i ndrën për dëkëja qëndrimet për 2-3 muj, e kena po, po që i ndrën për një dit, edhe këta e po. Është shumë e qartë që krejt kjo stot u inskenu për me kriju një mjegull, sepse adresimi ose orientimi ose përmendja e ligjeve që s'kan të bëjnë fare me themelimin e komiteteve, konkretisht komitetit për cilin sot po diskutojmë, nuk ka tjetër qëllim vetë se të krijoj mjegull dhe të krijoj edhe një blokad këtij komisioni. Formimi i komiteteve të përhershme, ku bën pjesë edhe Komiteti për Politikë dhe Financa, bëhet sipas një udhëzimi administrativ i cili është shumë i qartë. Dhe që thotë se duhet të bëhet sipas përfaqësimit në kuvend. Në asnjë vend të vetëm, në asnjë nend dhe në asnjë fjali të vetme nuk përmenden votat në atë udhëzim administrativ. Votat kryhen atje te Sami Kurteshi, në KQZ. Që atu kryhet edhe ndahen mandatet. Kështu ishte shumë e qartë. Krejtenini që ato jo? Po të lutem. Krejt tjerat, përfaqësimi bëhet bazë numrave të mandateve të fituara në kuvend. Edhe kështu ishte diskutimi dje, me cilin diskutim u pajtuan të gjithë pranishmit. Ashtë ashtu, zoti kryesus? Prandaj, prandaj, unë kërkoj nga PDK-ja që hera tjera në çfarë do takimi ku janë subjekte ta dërgoj dikon me kompetencë dhe që ka guxim dhe ka autoritet me marrë vendime. Ju me ndryshu fjallë pa kalu 24 orë. Sepse pastaj krejt këtë për bëhet ato takime që kanë për qëllim që këtu kjo punë t'i shkry pak ma shpejt. Është shumë e qartë se si ndodh ndarja e vendeve në Komitetin për Politikë dhe Financa. Liga Demokratike e Kosovës i takojnë 3 vende, 2 vende parimisht i takojnë PDK-s, 2 vende vetëvendosjes, 1 vend aleancës dhe 1 vend Ligës për Prishtinën. Pastaj mbetet 1 vend i cili mbas të koeficientit ndarjes. Në mënyrë të barabartë duhet ndahet në mes të PDK-s dhe të lëvizjes vetëvendosje. Ishin 2 opsione që kjo çështje të bëhet ndahet në mandat, do të thotë 2 vjet njëri subjekt dhe 2 vjet subjekti tjetër, ose të hudhet shorti, që cili do subjekt që i takon shorti, ta ketë përfaqësuesin e tretë. Ky është dakordimi i përgjithshëm dhe kjo është zgjidhja e vetme. Çdo gjë tjetër që tentohet të imponohet shpije detyrimisht në bllokim të këtij komiteti dhe në mos funksionim të tij, kjo pasaj lën pasojë edhe në vetë funksionimin e kuvendit. Mendoj se çështja është më e pak komplikuar se sa po tentohet me u kompliku në këtë seancë. Propozimet na i dhamë, secili e propozimet e veta. Çdo vendim që del nga ky kuvend, spori e ka lënë filtrin e ligjshmërisë në Ministrinë e Linjës dhe Ministria e Linjës i kthen pastaj në seancën e radhës krejt ato feedbackat që i ka. Propozimet na i dhamë, e ftojmë edhe grupin mbrapa le ta jap propozimin e vet edhe pastaj po vazhdojmë, nuk ka nevojë më as mos prit kurfar opinioni prej zyrës ligjore brenda. Ne jemi grup politik që kemi analizuar shumë gjatë këtë çështje, edhe këtu e kemi arsyetuar mbi disa praktika dhe mbi disa formula të cilat funksionojnë me 10 institucione kredibile në Republikën e Kosovës. Dhe ne do ta mbrojmë këtë çështje jo vetëm në këtë seancë, mirë po qoftë nevoja edhe në gjykatë, sepse është një e drejtë e cila derivon nga vullneti i qytetarëve të këtij shteti. Dhe jo vetëm 506, por veç nivohet me kon më shumë në Partinë Demokratike, ne do ta mbrojmë atë vot deri në instancat e fundit që na i lejon ligji. Faleminderit. Ne dje kemi pas një takim konsultativ dhe në takim nuk ka pas vendime. Unë këtu dalloj me atë kolegun tim mbrapa që mënon veç për veti. Unë s'marr vendime individuale, mi mojt me zër, as kur më konvenojnë, as kur s'm konvenojnë. Është aspekti ligjor që e rregullon. Unë i kuptoj prej një farë guximit se
MAPL-ja tashmë është organi vetëvenduesës, por ligji nuk është që ju jap të drejtë. As nuk i ka 556 vota më shumë se Partia Demokratike e Kosovës. MAPL-ja është që e monitoron, por MAPL-ja nuk e ka një listë të saktë që e thot që në kandidat kur janë asamblesë me numrin e barabartë hidhet drejt për drejt në shart. Nuk është. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme e caktson me përpikmëri. Edhe nuk jena për vullnetin e qytetarëve me vendosë në shërt. Nashta kolegu paraprak është më i mirë në shorte, po atë aftësisë ja mohoj. Po na nuk dojmë me qitë vullnetin e qytetarëve në shërt. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Ratkoceri. A ka dy kushtete? Në gëzim s'keqne. Faleminderit Krysus. Është shqetësuese pak kjo heshtja e kryetarit, nënkryetarit zyrës ligjore, për shkak se ne nuk po shpikim formula, vetëm se argumenti ynë bazohet në udhëzimin administrativ për formimin e komiteteve të përhershme. Prandaj është mirë që me i dhonë rrugë kësaj pune, po nëse jeni për blokada, ne nuk mund t'ju ndalim që t'i bëni këtë blokada. Prandaj Lëvizja Vetëvendosje i propozon Nora Kelmendin për anëtarët Komitetit për Politikë dhe Financa, Gzim Sfeqla, Berita Abazi Muhadri. Faleminderit. Nëse nuk pajtoni këtu, atëherë unë i drejtona MAPL-s.